Bashkë me Nikon, po vazhdojmë deri në orën 14:00 që do të jemi bashkë. Shikon, e di pse dukem kaq me disponim dhe kaq i lumtur, sezoni i Sevim Baki nuk pas ka ndryshuar fare në pamjen e saj para 30 vite kur unë e njoh si këngëtare, ndoshta më tepër se 30 vite e prezantuar në akordet e Kosovës. Sa mirë kishte me qenë edhe Nik kështu me u plak. Sigur. Edhe pse ti si e plak, se zguxoj me thon, po. Jo, po. Në moshën tënde kur të vim, lutem Ili. Sevim Baki është këngëtarja që ne e kemi në studio, mos harro edhe mbi emrin Berveniko. Se na del problem. S'dela. Kjo është një emër bjemën artistike, që sarohet, besoj edhe ku marrë shumë, dhe me thonë, prej publikut edhe tash edhe për para atë ndjenësi që nuk më kanë harru. Po, sa mirë. Sevim, ta themi në fillim të emisionit, të intervistës, bisedës tonë, që ti je me priardhje nga Turqia. Jo, unë jam vendose e Kosovës, e rritur, babin e kam Prishtinali, nanën e kam të Vushtres, na komunitetet. Zakonisht mas shumë të engatrojnë, po, engatrojnë që vetëm në Prizren ka komunitetit turk, edhe aje Prizrenit, jo, unë bashkë me Prishtinës, kam lind këto, jetoj këto, kontriboj këto, votoj këto, gjitha këto. Ka kënduar këtu, ka kënduar edhe në festivalet akordet e Kosovës. Se di, unë jam shumë i lumtur vërtet që Sevim Baki është pjesë e emisionit të mesditës Fest në RTK 3, a? Këtu tek mesdita. Po në orë sepse nga drova në pyetjen e parë që doja të parashtroja. Pa merak, vetëm se arsyeja që ne të kemi bërë ftesën është që ne të flasim pak për festivalin këtë njëherë kur ti ke pas marrë pjesë, që edhe pyetjen e kemi sot për dëgjuesit. Sa bukur e the këtë njëherë. Këtë njëherë, po shprehna popullore. Sa lezetshme kjo, po. Edhe tash festivalet. E di pse të pyeta unë për priardhë prej Turqisë, më thanë që po kush ta tha muri? Më thanë për gjuhën, me pas kujdes, ta se mos nuk po më kupton. Sa bukur e flet dhe shqipën. Edhe kom studium, ka ra edhe shkollë me kry, shkollën e mesme të muzikës në gjuhë shqipe. Edhe burin e kam shqiptar, fëmijët shkojnë shqip në shkollë, po na flasim edhe turqisht edhe shqip. Kjo turqishtja kosovarshe. Okej. Këta të Stambollit, a e kuptojnë turqishtën kosovarshe? Si se kuptojnë? Shumë pak. Kanë kritika, po e dojnë gjuhën qytetare e Prishtinas, edhe gjithmonë i japin shumë rëndësi, thojnë ruajeni t'jujem, do me thonë dialektin, atë folonit, kanë qef me rujtë. Do me thonë si arbresht ta në Italia, Sevim? Si arbresht ta në Itali? Ashtu disi. Nuk pengon. Sa bukur dukesh moj, se po të marrëm sysh. Faleminderit edhe për ftesën edhe për mundësinë që ma keni dhënë të shprehem për ato përvoja. Kur bënim planifikimin paraprakisht për të krahasuar festivalet që organizohen tani me akordet e Kosovës dikur, por dhe festivalet e tjera, neve gjithmonë e kishim në mendje që Sevim Bakin do ta ftojmë mysafir këtu tek mesdita, se s'bën tjetra, sepse janë këto 3 edicionet e para që juve paraprakisht me të drejtë thatë nuk kemi këngë të komunitetet të tjera në këtë festival, dhe dikur në akordet e Kosovës neve kishim, si që jeni prezentuar jo? Po, sepse ka qenë, do me thonë, si tash, si atëherë radio televizioni shtetëror, si radio, si televizioni, që kemi pas redaksin shqipe, turke, sërbe, do me thonë, në atëherë edhe tash po i posedojmë ato, atëherë kemi pas orkestër, tash nuk kemi, emisionet janë pak oraret ma të cekta, do me thonë, ma pak, programet muzikore ma pak, në atë ko ka pas ma shumë, punëtor kanë qenë ma shumë, po ashtu edhe në çdo festival pjesëmarrja ka qenë të barabartë. Do të thonë krejt komunitetet teve ju ka dhënë mundësia, nëse keni kompozitor, tekst shkrues që i kemi pas gjitha, edhe atëherë ka qenë një festival që menzis është pritur, do me thonë, të konkurojnë kompozitor tanë, tekst shkruesit, interpretuesit, do me thonë përgjithësi artistët, do me thonë gjithkush e ka provu vetën në atë festival.
me suksesin e vet, si në juri, si në këndim, do me thonë, kretë kanë qenë pjesëmarrësët, edhe ne si artist, me nëzis kemi pris shfaqjen, do me thonë, para me kanë qenë pjesëmarrës shumët, nga Prizreni, do me thonë, kretë Kosova, kompozitorët kanë pas mundësi edhe prej shteteve tjera me konkuru, po i kemi pas edhe vendast, unë 2-3 vjetë ku marrë pjesë, edhe çdo herë kom qenë fituese ndo një çmimi. Po gjithashtu ta ceki se edhe prej festivalit me Violeta Regjepagiqin, do me thonë në atëherë kemi qenë fitues për të marrë pjesë në Eurovisionin 97 në Beograd, ku Violeta Regjepagiqi, unë si turke dhe Ivana Vitalish kemi qenë si me promovu këngën tonë, me këngën Fedora, me grupin Vivian, në festivalin... Blerem plutëm se s'po e dëgjojon mësafiren të gveshje, pe kam problemu koncentru. Me ma këthy mikrofonin prap me dëgju, mirë kështë me qenë. Pa. Jo, në rregull jemi vetëm. Do me thonë, kemi qenë fitus si 3 komunitete në festivalin e Eurovisionit 87. Ka qenë një përvojë mirë, normal, e lypim atë ndjenjë, e kërkojmë, mu më kanë metë shumë shpërblime, do me thonë si nostalgji, ato fotot, këngët që i ruaj me xhelozi, me dashuri, kemi pas kolegialitet shumë të afër, do me thonë tash kur isha estradën tonë se ku janë, do me thonë, na pak kemi ngecë mrapa. Se vazhdove ti? Jo, unë e kom vazhdu, po na si komunitet, që ashtu pe marë, jemi mësu gjithmonë që nga ana shtetit, do me thonë televizionet, tëftohemi. Keni nevoj e janë, pak privatizimin vështire kemi përbalu. Do me thonë, vonë kemi nisë me projektet tona, po punoni vetëm për komunitetin turk. Ata punojmë për shembull komuniteti shqiptar punon vetëm për ato. I vetmi festival pe që ka filluar është Zambaku Prizrenit, ku na kemi mundësi të konkurrojmë. Nëse nuk konkurroni, nuk keni pjesëmarrje. Atëherë në këtë temë sevim po nuk është që festivali këngës në RTK edicionin e parë, edicionin e dytë, tani do të tretë ka kufizime, ka si komuniteti. Se besoj, a dini, unë s'jom interesuar se kush i aranzhon pse, po nëse është televizion shtetëror, i shtot me pas hapësirë edhe në konkurse të thuhet ka pjesëmarrje pa diskriminëm, do me thonë, të ketë komuniteteve të ndryshme, kush don aplikon, kush s'don, nëse ka sukses pranohet, do me thonë, është një, asi, une jëm rrit në këto festivale, në turneja, që kom marrë shumë pjesë me komunitetet ndryshme, do me thonë, kritë së bashku, barabar kemi qenë, gjithkun bashkë, e tash pak kjo është ndalë, besoj në bashkëpunim, jemi edhe në atë hapun, edhe na kemi qef, sepse nëse nuk kemi pjesëmarrje, atëherë s'kemi as stimulim. Sigurisht ju duhet të jeni pjesëmarrës në edicionin e parë, dytë, tretë, dhe më pastaj edhe të tjera, për të patur një numër më të madh të interesuar nga komuniteti artist dhe këngëtar për qenë pjesë e festivalit. Ne pyetjen që kemi për dëgjuesit Niki, e kemi afër ditën që ka shkruajt me mesazh, edhe ka dhënë një përgjigje, thot titulli Balluket e mia nga Kamuran Goronce edhe Valdete Meqa. Okej. Presim edhe pak deri në fund të programit, edhe gati aty jemi. Aty jemi. Presim edhe të tjerë na telefonojnë dhe të na shkruajnë. Ftesat sot pas kanë me u dhënë. Po i kemi edhe 2 ftesa të ditës së djeshme, dhe ato do t'japim. Mos e nesër ose pas nesër kurdo se sot, s'është problem, kështu që nesër ndoshta mund ta kemi ndonjë pyetje edhe më të lehtë për më pas më shumë fitues që më i dhënë edhe ato 2 ftesa të tjera. Mund ta kemi nesër një pyetje për kush ka fituar nga komunitetet edicionin e vitit 1986 shpërblimin e publikut. Po, se na del, e tham. Na del dhe kjo. U kthym në kohë, kur ti ke pas marrë pjesë në festival atëherë. Po, 2 herë më ka ra, edhe në zhanrin popullor, edhe zbavitës, se në atë kohë isha shumë e re dhe të gjithë kompozitorët më bëjshin ftesa, jo te me këndu, sepse gjithë kush ka që fatë ftyrë publike, do me thonë që ka autoritet në altë, në qatë kohë, edhe pa dasht me thy kërkan, ku marë pjesë 2 net, do me thonë, pak mu do kësi e tepërt, po
kom marrë Ku i pjesë gjete dhe vetëm ku më mas mirë, ti në tek shërbime. zhandri kështu popullor apo Arktos? Edhe tash më flen shumë ajo popullore, edhe e du trashëgimin, edhe ditam ditës sot e përdori motive tradicionale turke, si në veshje, si në instrumente, i përzgjedhi do me thonë instrumente tradicionale, me qenë se e kom një lecim se edhe burin e kom për kras muziciant, do me thonë si në këngë e du tradicional dhe vazhdoj hala të punoj me tradicionale. Ndërkohë për artistët të rinj, hajde me që po flasim për komunitetin turk, se jeni ju të kënaqur me atë që po krijojnë në muzikë? Për komunitetin Për turk. komunitetin turk, për artistët të rinj, për këngëtarë dhe këngëtare të reja. S'po kam asë një fjallë me thonë se nuk ka Apo asë ka pak? një shoqat që keme E pra. të vetmen, as pak nuk ka interesim. Ndoshta s'po di arsyen pse, ndoshta kjo jeta digjitale tash që na ka bo përmes telefonave, me ngojnë, këndojnë, për nuk vinë, ose me njerë ta bojnë, jo s'du mu bo këngëtar, tu se është diçka mbare, ose nuk ka interesim. Jemi mundu me bashkëshortin të inspirojmë, do me thonë, tek instrumentet, të këngëtat, që ata pak, do me thonë, shumë pak. Nuk ka, e kemi një vajzë që është në moshën madhore, do me thonë, punon me gitare, këndon shumë bukur, po me një nuk që lule. Do me thonë, unë e kumbet pak e vjetër, kështu të ma për mas. Po, interesim nuk ka fare. Nike me dhe pak hapësirë kohore, e ftuara tjetër në orën 2 në orën 14 i ka provat. Ne do të me liru pak ma herët. E dashur për fund të më thuj, festivalin e RTK sa e përcole? Edicion e parë edhe edicionin e dytë, se tash po përgatitemi për të tretin. Vjetëm ka ardhë, vjetë kom dëgju për festivalin, ka ardhë pak si surprizë, nuk pa ta ndëgju, po thom edhe nuk po kam kontakte, jo, nuk kom pas kontakte edhe me ato miqtë e vjetër, do me thonë. Komunitetin e artistëve, në komunitetin e artistëve, dhe nuk kom pas shumë djeni, po edhe kur e kom marrë vesh, do me thonë pak për i televizionit, gjithë shka në regull tash, me këtë trejen skenat shumë atë bukra, ma madhështore, gjithë shka bukur, po pak më ka lëndu, me njerë kom thëmë pse dhe na Turqit, do me thonë si komunitet nuk jemi aty, sepse është televizioni shtetëror. Do me thonë, duhet me pas hapësirë. Publik, po. Edhe e dyta, do me thonë, na marim pjesë, edhe kur bon programet festive për fund vitit, na jemi edhe aty jemi, do me thonë, vetëm në për festivale, ma pak. Okej. E dashur, faleminderit shumë për kohën që e gjetës, edhe ty po të pratë puna në Ministri të Ambientit. Kështu që suksese në punën që bën. Faleminderit shumë. Ndonjë këngë në të ardhmen, jo më se re në moshti, po ndonjë këngë. Pse jo në të ardhmen? Patjetër, une nuk është që nuk punoj. Jom tu e u thesh një kar me 15 grash për komunitetin turk, ku i përdicoj, do me thonë, ato këngët e trashëgimis. Jemi në programe televizive turke, publike, do me thonë. Tash kemi gjirimet për vitin e ri. Në nxjerr ndonjë talent të mirë të komunitetit turk që ta kemi pjesë edicionit të 4 të festivalit të këngës në RTK. Faleminderit shumë se më baki që ishe pjesë e mesditës tu në RTK. Na jemi të hapur, faleminderit edhe juve për mundësinë. Faleminderit ju. Ishte Sevim Baki Berveni, ku të dashur miq, pjesë e bisedës për sot